A e kuptove në jerë ti sundusin e madhë gjithësisë? Tebarekelledhi biyedihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kush është ai? Tha i begatshëm është ai që sundimi i gjithë i është në dorën e tij dhe ai është i gjithë fuqishëm për çdo send. A lexove na herë, a kuptove na herë? Thua ai Zoti është një, të gjithë kanë nevojë për të, ai nuk ka nevojë për kënd, as nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur, atij askush nuk i është i barabartë. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim. Ai është i pari që s'ka fillim i fundit, që s'ka mbarim, është i gjithdijshëm për çdo gjë. A lexove në herë Kur'anin famlar ajetin kursi, Allahu la ilaha illa hu, thot Zoti është një dhe një vetëm, i gjalli dhe i përjetshëm, nuk e ka pas koti as gjumi, çfarë kanë qejë dhe në tokë është vetëm dorën e tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek ai post me lejen e tij? Atij i takon ta ditë të tashme dhe të ardhme nga dituria e tij, të tjerë din ai sa dëshiron ai, kursia e tij ka përfshirë qejtë dhe tokën. Nuk i vjen rënd atij të kujdeset thot për qejtë dhe për tokën, ai është i larti, ai është i madhërisht. Hu Allahu alladhi la ilaha illa hu. Thuaj ai është Zoti një dhe një vetëm, Ar-Rahmanul ghaibi wa shahada huwa Ar-Rahmanur Rahim. E din të fshehtën dhe e din dukshmën, është mëshiruesi, është mëshirbërësi. Hu Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malikul Quddus. Ai është sunduesi, ai është i shenjtë, ai është i paqshëm, ai është i gjithfuqishëm, ai është i gjithpushteshëm, ai është i lartë, ai është i madhërisht. Hu Allahu alladhi la ilaha illa hu. Ai është Zoti një dhe një vetëm, krijuesi, shpikësi, formësuesi, atij i takojnë emrat më të lartë. Kurani thot: "Qulidu Allahu abdu ir-Rahman, ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna." Thirreni Allah atë. I qofshim fal. Thirreni Allah po deshet. Thirreni i gjithëmëshirshëm, atij i takojnë emrat më të bukur. Ky ja vlen ta adurohet. Mos u mashtro vlla dhe motër të begatoftë i madh i Zot, mos u mashtro. Futu në mirësinë e dashurisë hyjnore. Dhe lajmërojini njerëzit që Zoti i don. Shpjegojani atë. Dhe thojnë, duhet mi thonë njerëzis, mos e humni kohën më, sepse në këtë botë mund bëhesh i dashuri i Zotit gjithësisë. Në këtë botë mund bëhesh një fisnik. Në këtë botë mund bëhesh një i mençur. Në këtë botë mund bëhesh një njeri i dalluar. Në këtë botë mund t'japësh kontributet mëdha. Kjo botë nuk duhet të humbur, se është një arë që mbjell për të fituar xhennetet e përjetshme. Do të mi thonë njerëzis që bota nuk mbaron me vdekjen. Ajo nuk është fundi, ajo është fillimi i një jete të pafundme. Do të mi thonë që i madhi i Zot na pret ditën e gjykimit dhe do dalim përpara atij dhe me veprat duhet me pas kujdes. Duhet sa të kemi mundësi, ju begatoft i madhi i Zot në familjet e juaja kudo që jeni, me i nxjerr njerëzit nga kjo huti dhe me i nxjerr njerëzit nga adhurimit e idhujve të vegjël, në sundusin e madh gjithësisë i qofshim fal.